Ne sapo përfunduam mbledhjen e kryesisë Partisë Demokratike, ku është mbledhja jam e parë sekretar i Partisë Demokratike me kryesinë. Ne i respektojmë vendimet e institucioneve. Institucionet, në këtë rast presidentja, ka shpall datën e zgjedhjeve, që është data 28 dhjetor. Ne kemi pas propozim datën 21 dhjetor, kemi shpjeguar arsyet tona pse 21 dhjetor, sepse mendojmë që sa më shpejt vendit këtë institucione është aq më mirë. Sidoqoftë tash është data 28 dhjetor dhe ne respektojmë këtë. Ne kemi pas tema tepër të rëndësishme në kryesi, që kanë bëjnë me aktualitetin politik dhe me mobilizimin për zgjedhjet që janë me datën 28 dhjetor. Ne jemi mirë të organizuar si parti, edhe në nivel qendror, edhe në nivel të degëve. Sigurisht se në këto zgjedhje garojmë përgatitur me një program të qartë, me prioritete të qarta, me vizion të qartë, me ekip të mirë, edhe do të jetë një listë reprezentuese me vajza, djem, burra, gra, cilat premtojnë një sukses të plot në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Çka është pozitive, është edhe fakti që me 28 dhjetor është mirë që do të jetë një numër i madh, apo më i madh i diasporës tonë prezent në Kosovë, është mirë, ata janë kontribues të mëdhenj për Kosovën, dihet që rreth 13% e brutoproduktit vendor çdo vit janë remitencat dhe kanë një kontribut të madh në zhvillimin ekonomik të Kosovës, dhe besoj që ata do ta shfrytëzojnë, jam kohë i sigurt, të drejtën e tyre demokratike për me votu. Pres që do të kemi zgjedhje mirë të organizuara, me standarde të larta, me integritet. Sigurisht se ne si Parti Demokratike e Kosovës jemi të interesuar dhe do të kontribuojmë që të ketë një fushat shumë korrekte, me gjuhë të zgjedhur, me prezantim të programeve dhe mundësisht secili prej neve me kontribu në depolarizimin e skenës politike në Kosovë. Ne i kemi prioritetet të qarta, siç është zhvillimi ekonomik. Ne dim që çmimet po vazhdojnë me lëviz lart, të ardhurat kanë ngel, standardi i jetesës po përkeqësohet, klima për biznesin nuk është e pavarshme, shumë bizneset të Kosovës kanë filluar me zhvendos aktivitetin e tyre jashtë Kosovës, kemi një zbrazje të madhe të vendit, sidomos nga gjeneratat e reja, dhe nëse na i humbum atë resursin kryesor që janë resurset humane, atëherë perspektiva e zhvillimit ekonomik dobësohet. Në aspektin e relacioneve të jashtme i kemi masat nga Bashkimi Evropian, apo kemi sanksionet, e kemi suspendimin e dialogut partneritetit strategjik, dhe ka një numër të madh të problemeve të grumbulluara si rezultat i blokadës edhe pa aftësisë të krijimit të institucioneve ku përgjegjësinë kryesore ka partia me numrin më të madh të votave të fituara, me numrin më të madh të ulse në kuvend, e cila nuk ka arritur të krijojë institucione dhe të ketë një marrëveshje politike, se pa marrëveshje politike kur si ki 50% s'mund i ban institucionet dhe s'vendi u sjell në këtë situatë. Edhe një çështje që dëshiroj ta theksoj para juve është edhe çështja e pagave për RTP. Unë kam qenë disa mandate në Ministrinë e Financave dhe e tham me siguri të plot që ka edhe mundësi ligjore, edhe financiare me bo zgjidhja që RTP-s në ndomjetet që me i pagu pagat. Tash, a ka vullnet për këtë punë, a dojnë me politizu këtë temë, o çështje tjetër, po mundësia ligjore ekziston.